Ndërkohë që shumica e kampionateve europiane dal ngadalë janë duke u rikthyer në fushë, diçka e cila do të jetë ndryshe në këto kampionate, me sa duket do të jetë pjesa e tifozëve. Dhe nëse në Gjermani tifozët janë zëvendësuar nga manikin, me sa duket Sky UK ka një zgjidhje akoma dhe më të mirë. Së fundmi, Sky UK sapo ka firmosur një marrëveshje me EA Sports për të përdorur të gjitha zërat e tyre në background të tifozëve, në rast se jeni familiar me soundet në FIFA. Dhe pikërisht këto sounde do të përdoren në kampionatin e Premier League për t'i dhënë më atmosferë ndeshjeve. Marrëveshja e nënshkruar midis Sky UK dhe EA Sports mendohet që do të zgjerohet dhe do të përfshi edhe Sky në Gjermani dhe në Itali, duke qenë se Sky është transmetuesi kryesor i ndeshjeve më të rëndësishme të kampionateve.